Ta shi vetëm një botrin të meri duam. Jo, si e ka ylli limani. Një ylli liman duam. Edhe kjo është shumë bukur. Na fut në një... Se po më bukur për nga filizi, po s'ka rëndësi. Ndjesish, shumë bukur. Shumë e bukur. Baba ma bote kështu. Ta kanë pas bote? Po normal. S'ka pas dhe i bab Tiranë që se bënde. Edhe me kockën ma bofsh të mu. A ma bofsh kocën. Apo së shra. Zemë. Do ju vi një mori e pa fund informacionesh, lajmesh, kur të marroj kjo gjëja që është e frikshme. Vetëm ajo gjë është i qik shu, bap që të vinë po. Se këshu raporti me njerëzit ose se kam djerë fare. Po, ajo që është e frikshme është marrja informacioneve që se po ka ndodhe kjo, po ka ndodhe kjo. Pastaj plus ato gjërat personale që se cili ka, jo po kjo s'u bë, kjo u bë, kjo po të pret, kjo s'po të... Edhe ti fillon atë riorganizimin cerebral që këtu është zerru komplet, këtu është gropa, poli, sfida... Firmos pak dhe erë. Firmos. Ki? Dhe kjo është marrja pasaj e... Fluks informacion. Plus pasaj këto gjërë, po duhet ta kishe bokshu, këtë gjë. Ma sili qik, Sara, më sili qik dhe cigare të lutën. Haj, të duhe shumë. Duhet ta kishe bokshu, këtë gjë, aty ka bokë, e ka pirë, mos më qani kokën. Këto post-komentet. Post-komentet. Unë kam parë shumë pak, dikur. Vetëm kam parë gjëra shumë funny. Edhe kam parë gjëra që më qonin njerëzit. Shikoj e këtë si ke qenë këtu, kaq. Kam pa atë të gozës, shumë, dhe këngën që më dedikoj. Ajo ishte kështu... vrastare, ishte, wow. Më putu në gjunja. Kam qenë mbështet ke një shtyll. Prerje. Ta bo një surpriz. Po, jo, ishan si tagaj, dhe sa dola e lëshun, bam. Edhe nuk e kapa direkt notat e para, kupton se ka intro, po filloj zëri, bam, u kushtova, jahonte. Edhe gjoja 10 fish më brënda, kupton? Në kam ngell si pem mes dhomës, rjedh. Dola në borë, aty e vun dhe njerë dytë, jam më shtet ke... Tu një dytë? Trunga aty, ke një shtyllë, më shteta se s'po masha, pa futu në gjunjë. Ka me galiq. Shumë emocionalisht edhe shumë nga kumë. Kupton, pranaj ndryshon kjo gjëja. Ka qenë ditë të fundit? Jo, nuk ka qenë nga fundi. Nuk ka qenë nga fundi. Mund kishte edhe një muaj e gjys. Nga kesë emocionale ka qenë. Jo miza buall, po pleshti. Një gjë kështu e frikshme. Zemra kështu... Pulsi. Masë pulsin tim 180. Edhe i qetë, 180 dhe i qetë. Po vetëm një sharraf jetë e zemrës, në për situatat ndryshme. Kjo është e bukur, kur si e tip që emocionohesh, edhe të kapit këto. Tu isha kështu, tu isha plak.
Aq ma plasë se buzën, qarë kishe se mora vesh. E ke vure që flasi me çdo gjë? E ke vure? Flasi me gropën, flasi me lopatën, flasi me kafshët. Është një mënyrë shfryrje. Me cigare, me birë. Me çdo gjë. Kur ke hyrë ti Ilir javën e dytë apo të tretë këtu? Parën. Parën. Jo, me fjalë Prajmin e mas dytë. parës. Prajmin e tretë. Po kur ta sollën kështu si kërkesë, si të duk, si u ndjeve? Shumë mirë. Doja da bëj. Edhe unë sa më erdhi direkt, su mendova fare. Ishte folur dikur, gjëja shumë kalimti. Pastaj ishte lënë, Se folë për kërë plak, ka pasin një. nuk është folur asnjëherë. Jo kërë plak, që ka qenë një? Kërë plak. Kërë plak. Që futet kip, Ishte eliminuar atë. si bicim bashkë moderatori, po nga brenda. Ishte eliminuar si figurë. Jo, Po, për atë u ka pas për Po, folë. e di, qeshja unë fakt se s'kishte asnjë lloj lidhje. Edhe s'kisha fol fare herë. Pra nuk kisha pasur kontakte për asnjë gjë. Pastaj fillua. Kisha kontakte për do ta bëj. Unë thash vdesës, unë kam shumë qef për zbuz kafsh. Nuk ka qenë koment. Bravo, zonë. Pastaj u la gjëja. Edhe pastaj 2 ditë përpara ka qenë shumë shpejt. Ilir, rregullon mikrofonin. Nese, ishe edhe në Tokyo të që Po. Në Tokyo me Sal Da Vinci nisha. Isha në Napoli. Sa po thësh? E pyti Klevisa që Isha kur hyre, në- qëtej që hyre isha pak në më vonë, për dëmë që gjë. Pse Isha në ke Napoli me punë. Ishte koncertin e për tu agjornuar, se kishte ndru ca këngë. Aty më fik koreografia fare më. Se ç'do bëj edhe një gjë. Një si konkurs, ku di unë. Po, e është bërë ai nisi. Është bërë? Po, për këtë musicalin në nëntor. Po çova njerëz tjerë, që të zgjedhin, ta zgjidhni plus 10, që të kem pa çat shoh pastaj. Mos i merrni precis. Pastaj ti këtu më zbulove mua dhe the ishe ato 10. S'nduhen Kam fare. Romirin, kam Sarën, jam rregull. Je. Duete do dalin fantastik. E pra. Madje po deshën dim te koreografia na thuj. Me patjetër. Vete regjia sigurisht. Kam shumë besim. Pa tjetër. Po pse kështu do ta shtim ne? Të motivone. Sara, rregullon mikrofonin. Kur vjen kjo gjëja kështu, nuk e di, mu më jo